Mënyra sekrete e një murgeshe budiste për të mbyllur xhelozinë dhe energjinë negative, pa konfrontim, pa luftë, vetëm paqe e heshtur. Përshëndetje të dashur që po më dëgjoni tani. Në këtë mëngjes të qetë, ose në çfarëdo ore që ke zgjedhur të hapësh këtë video, le të marrim një frymë të thellë bashkë. Mbyll sytë për një çast, ndje frymën që hyn e del nga hundët, ndje tokën nën këmbët e tua dhe dëgjo. Sot nuk do të flasim për luftëra të dukshme. Jo për përplasje fjalësh, akuza apo hakmarrje. Sot do të flasim për një urtësi të lashtë që vjen nga thellësia e një zemre budiste, një murgesh që jetoi në heshtje malet e largëta, ku era fliste më shumë se njerëzit. Ajo nuk luftoi kur me armë. Ajo thjesht mbylli portat e energjisë së saj. Dhe kështu, xhelozia e të tjerëve, ai helm që vjen pa u parë, pushoi së prekuri. Kjo nuk është magji e zezë. Ky është akt i pastër mbrojtjeje, si një lule që mbyll petalet kur vjen stuhia, pa u rryer erën. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sone. Le të hyjmë bashkë në këtë rrugëtim të brendshëm. Pika 1. Shenjat e energjisë negative. Imagjino për një çast ti ecën në përditët e tua, por diçka nuk shkon. Nuk është trishtim i madh, nuk është fatkeqësi e tmerrshme. Është një peshë e lehtë, por e vazhdueshme. Si një re gri që nuk largohet kurrë nga qielli yt personal. Shenjat fillojnë delikate, por nëse i dëgjon, ato flasin me zë të qartë, pa pritmas ndihesh i bllokuar. Planet që dukej se po ecnin, ngecin. Dyert që ishin hapur, mbyllen pa shpjegim. Financat, ato të vogla, por të bezdishme, fillojnë të rrjedhin si rër mes gishtërinjve. Një faturë e papritur, një riparim makine që nuk e prisje, një humbje e vogël por e përsëritur. Gjumi i trazuar. Ëndra të çuditshme, zgjime në mes të natës me një ankth pa emër. Sikur dikush po të vështron nga errësira. Zënka në shtëpi. Fjalë të vogla që kthehen në debate të mëdha. Tension mes familjarëve pa arsye të dukshme. Fëmijët më të irrituar, partneri më i largët. Dhe më e rëndësishmja, ndjen një lodhje që nuk shpjegohet me punë apo me mungesë gjumi. Është lodhje shpirtërore, sikur dikush po të tërheq energjinë nga brenda, pa prekur trupin. Këto nuk janë rastësi. Në urtësinë e lashtë orientale, sidomos në linjat e fshehura budiste, thuhet se xhelozia e dikujt tjetër krijon një kordon energjik. Nuk është magji si në filma. Është thjesht energji, mendim i fortë negativ që udhëton si val. Kur dikush të sheh me zili të madhe, zili që vjen nga pasiguria e tyre, ajo zili kthehet në një rrymë që ngjitet tek ti. Dhe ti e ndjen pa e ditur pse. Murgesha budiste thoshte, xhelozia nuk është armë e armikut. Është helm që ata vetë e pinë, por që valëzojnë drejt teje pa dashje. Dhe kur ti e pranon këtë, ti ndalon se qeni viktim. Ti bëhesh vrojtues. Ti sheh shenjat dhe vendos të veprosh. Pika 2. Rriti i mbrojtjes, hapat e detajuar. Tani vjen pjesa më e rëndësishme. Rriti. Jo një magji e komplikuar. Jo diçka që kërkon altare apo qiring. Vetëm 4 element të thjeshtë, urina jote e parë e mëngjesit, një letër e bardhë, një stilolaps i zi dhe një lugë krip. Pse pikërisht në mëngjes? Sepse sapo zgjohesh, mendja është si liçeni i qetë para se era të fryjë. Nuk ka akoma mendime ditore, nuk ka zemërim, nuk ka frikë. Është çasti kur je më afër esencës tënde të pastër. Hapi i parë, merr një enë të pastër, mund të jetë një gotë qelçi ose një vazo e vogël. Hidh urinën e parë të mëngjesit aty. Ky nuk është akt turpi. Në shumë tradita të lashta, urina është simbol i jetës së brendshme, i asaj që trupi yt largon natyrshëm, siç do të largosh edhe energjinë e huaj. Është pjesë e ciklit të pastërtisë. Hapi i dytë, merr letrën e bardhë, simbol i pastërsisë dhe fletës së zbrazër të fatit tënd. Me stilolaps të zi, ngjyra e mbylljes e kufirit, shkruaj emrin e plot të personit që dyshon se po të dërgon këtë energji. Shkruaje 3 herë, 3 është numër i fuqishëm në shumë tradita, trupi, mendja, shpirti.
Nëse nuk e di saktësisht kush është, mos u shqetëso. Shkruaj fjalën armiku 3 herë. Universi e di saktësisht çfarë do të thuash. Ai armik mund të jetë një person, mund të jetë një grup, mund të jetë edhe një pjesë e errët e vetes tënde që tërheq negativitet. Tani fut letrën në N. Lëre që të laget plotësisht. Shikoni si letra thyet, si boja përhapet pak, kjo është simbol i shpërbërjes së lidhjes negative. Xhelozia që ishte ngjitur tani po shytet, po tretet. Pastaj shto një lugë krip. Kripa është mbreti i pastrimit në çdo kulturë. Në Tibet, në Japoni, në Shqipëri, kudo kripa largon të keqen. Ajo thith, neutralizon, kthen në zero. Kur e hedh, thuaj me vete, kjo krip pastron. Kjo krip mbron. Kjo krip kthen gjithçka në paqe. Mbaje enën afër zemrës, jo fort, vetëm sa të ndjesh ngrohtësinë e dorës tënde. Mbyll sytë. Merr frymë thellë 3 herë. Dhe thuaj me zë të ulët, por të vendosur këto fjalë, mantra e murgeshës, unë mbyll energjinë time. Unë pres xhelozin. Unë mbroj veten në heshtje. Përsërite 3 herë ngadalë. Ndje çdo fjalë si një shtresë mbrojtëse që vendoset rreth aurës tënde. Unë mbyll, imagjino një derë të ardhë që mbyllet butësisht. Unë pres, imagjino një kordon të zi që pritet me gërshër të dritës. Unë mbroj veten në heshtje, imagjino një fushë force transparente që rrethon trupin tënd, por që lejon vetëm dashuri e dritë të hyjë. Qëndro kështu për 2 deri 3 minuta. Pa nxitim. Lëre fuqinë e fjalëve të depërtoj. Pika 3. Hedhja e mbetjeve. Kur të kesh mbaruar, mos e mbaj enën. Çoje në tualet. Hidhe përzierjen aty. Shkarkoje ujin disa herë, simbol i rrjedhjes, i largimit për gjithmonë. Ose, nëse nuk ke tualet afër, hidhe në plehra, por kur mbi tokë, kur mbi bim, kur në obor. Sepse qëllimi është largimi nga mjedisi yt. Ti nuk po e kthen negativitetin të dikush tjetër, ti po e liruar nga sistemi yt. Ti po e lëshon në kanalizimin e universit, ku gjithçka kthehet në neutral. Pika 4. Rregullat e rëndësishme. Tani vijnë rregullat e shenjta, pa to, rriti humb fuqinë, mos e bëj me zemërim. Nëse ndjen urrëtie, hakmarrje, inat, mos e bëj atë ditë. Rriti është mbrojtje, jo sulm. Nëse ke zemërim, ulu, merr frymë, shkruaj çfarë ndjen dhe pastro veten së pari. Pas ritualit, lësho. Mos pres shenja. Mos kontrollo nëse ka funksionuar. Besimi është qelësi. Kur ti beson se kordoni është prerë, ai prerë është. Mos u kthe më pas të ajo histori. Universi kujdeset për pjesën tjetër. Mesazhi përfundimtar. Ky rit nuk është për të ndëshkuar të tjerët. Është për të rikthyer paqen tënde. Për të vendosur një kufi energjik që thotë, unë dua të dua, por nuk dua të helmohem. Është një akt i madh dashurie për veten, dhe kur ti do veten kështu, ti lejon edhe të tjerët të rriten pa të tërhequr poshtë. Faleminderit që ishe këtu me mua sot. Nëse ky mesazh të preku, lëre një ritual në komente dhe ndaje me dikë që mendon se ka nevojë për këtë mbrojtje të heshtur. Të uroj paqe të thellë dhe mbrojtje të padukshme. Paqja qoftë me ty.